të lëviz kjo histori që ka 100 vjetë që është këshu? Se po shkon 100 vjetë, dhe 25 larg jemi të bëjmë 100 që me 25-ën që e mori Enver Hoxha që në 24 dhe vazhdon vazhdimi. Kjo ka gjas në qoftë se ndryshon sistemi. Për shumë sistemi me listat hapura, apo një sistem... Kufizimi mandateve, mendoj që e si e dalë. Për shumë më falë, unë jam më shumë për sistemi majoritar. Pse? Sepse ti dili e mere votën popull. Nuk e merje ti mandatin nga kryetari. Tani kjo ha një debat tjetër që me fjalë thjeshta e blen votën ai. Është më i pasur i zonës, e blen votën. Edhe nëse do e ble, që është problematike. Thonë oponentët, e blen vetë, nuk është serviri kryetarit. Kurse këta çfarë bën? Këta i zgjedh kryetarit. Dhe këta e dim për nder vetëm kryetarit. Pra, kryetari merr para nga krimi organizuar apo nga oligarkia apo etj dhe me ato para organizon zgjedhjet dhe ja jep njerëzve në për këto qarqet ku kandidojnë dhe para dhe partisë i kanë ata që drejtojnë qarqet dhe një pjesë i fuzin xhep madje, një pjesë i përdorin. Pra ka ardhur koha të ndryshoj kodi zgjedhor patjetër e thonë gjithë dhe të Partisë Socialiste dhe të PD-s. Dhe tani kufizimi i mandateve 1, lista e hapur 2, një ligj për partitë, për financimin e partive, për partit 1, por dhe ligj elektoral i cili kërkon transparencë partive në fushatat zgjedhore. Pra, me çfarë parash ata bëjnë fushatat. Por edhe mënyra se si bën strukturat, kush dominoz, për t'ia hequr kryetarëve partit nga kthetrat. Por edhe një ligj për mediat do ndihmonte shumë këtu, për t'ia hequr disa oligarkëve mundësitë që të ndikojnë. Parlamenti. Tani në parlament, ne shohim se prandaj ne themi flasim, po do të kalojnë tek ata deputet. Po sepse ky është sistemi, të gjitha janë sistemi. A kupton dhe i bie që sistemi të bëjë gjëra kundra vetes. Enver Hoxha e mbushi me njerëz shumë të respektuar, por që kishin ca profesione modeste në ato të tyren, edhe e mbushi byron politike. Me ta... Ama nuk ka qenë 90-ën kështu. Jo, ka pas shumë lider që ta të konkurojnë... Dhe tani është mbushur parlamenti me analfabet funksionale, themi pa frikë fare këtë, se do të thënë lexojnë çfarë ju shkruajnë mesazh, dhe kuptojnë çfarë thonë. Do ta shohin vetën në televizor ta kuptojnë çfarë thonë. Pikërisht pra, ti shiko çfarë bën Berisha dje, kishte një 15 sekretari që ishin, domethënë këto grupe, për çfarë duan ato? Domethënë, ku diun sekretar thoshte për marrëdhënie me diasporën, sekretar për teknologjinë. Çfarë do bëjnë? Do bëjnë akademishke, do bëjnë inovacion aty, do bëjnë shpike teknologjike, do prodhojnë startupe, çfarë do bëjnë PD? Domethënë, çfarë duhet ku diun sekretar për marrëdhënie me OIQ, sekretar për marrëdhënie për çdo gjë që mund të kesh mendje kanë nga i sekretarët, domethënë që futet për integrimin në Europë, si duhet do afuzi PD në Europë, domethënë. Tani gjitha këto janë për të rritur fiktivisht numrat që kryetari vendos kryesi me qëllim që të kontrollojë kryesinë. Tani, okay. Si duhet bërë? Kjo duhet bërë, pra, protesta është një shkak për të bërë disa gjëra. Protesta po kërkon pikërisht këtë. Shpërbërjen e rendit ekzistues, i cili është i rend i kapur nga autoriteti i liderëve. Pra protesta po kërkon që të ketë një Shqipëri tjetër e cila nuk është e nënshtruar ndaj atyre që drejtojnë. Por përkundërzi ata që drejtojnë të nënshtrohen ndaj sistemit të rregullave dhe të ligjeve që ky shtet prodhon. Sigurisht, protesta nuk ka mendimtar filozof që dinë të artikulojnë këto. Por ajo çfarë po thonë, nëse ne duam ta lexojmë drejt, është pikërisht kjo.